Ergi Borshi sot në rolin e trajnerit të parë të vllaznisë me një barazim 1-1 me Kryeqytet me Partizanin. Si po është drejt ky barazim apo na i doni më shumë? Atëherë mendoj për të shkallon ekipin fushën e lojës barazimi është rezultati i drejtë, pavarësisht që ne nuk na lën shije krejt mirë, pse na him për çdo ndeshje me fitu ndeshjen dhe mund të them që ishte rezultati i drejtë, po jo ai rezultat që na pretendoheshim, na kërkoheshim. Boshi, çfarë nuk shkoi sot krahasi me vllazninë e ndeshjeve të tjera që kemi parë, ndoshta ndeshjet tjera një vllaznie me luftarake në Greqi, sot çfarë nuk shkoi? Është e vërtet, por mund të them që mendoj që Partizani zgjodhi një strategji duke ditë që na jemi një ekip që presojmë lart mos me luaj topin, shkoi drejt asaj luftë për top parë dhe top 2. Kishte momente që na ishim më superior se Partizani në fitimin e këtyre topave, kishte momente që Partizani i fitoi ato duelet e topit parë dhe topit dytë. Mund të them pak ndoshta freski më shumë, po të tana gjona që do të ulet të analizojmë dhe të rregullojmë pa dyshim sepse na pret rrugë gjatë shumë përpara. Ergi Borshi pasues një traditë të mirëfillt të familjen Borshi, ku kemi parasysh Ferit Borshin e famshëm si futbollist por edhe si trajner. Sot përvoja e tretë në këtë kampionat si trajner i parë fal edhe penalizimit të stafit teknik, por në një barë më të rëndë sot se nuk kishin as Martinin dhe as Sinarin që ndoqën në tribunë të penalizuar nga disiplina. Po, e vërtet, falenderoj Gac, po Ferit Borshit ka ik, respekt për çka vallon, po nuk kam lidhje shumë me Ferit Borshin përveç pjesës që i kam në shtëpi. Ka është krejt rrugë tim i ri, rrugë tim në vedi. Ishte pak e vështirë normal se Martini Sinani dihen që janë një plus i madh për ekipin, por për gjithë Shkodër. Eksperiencë i kam provuar të rezultatet, më them që fitoret që janë më shumë gjithmonë. Megjithatë patet një farë komunikimit nga tribuna me dyshin Martini Sinani. Normal komunikimi është i pranishëm gjithmonë. Boshi, për të rikthyer pak të ndeshja pa dashur të ndërhym në aspektet teknike të lojës sport, po ne vllaznia me zëvendësimet sot. Ja, mendoj që ishin në kohën e duan, pasi nuk mundën edhe me i bua zëvendësimet direkt në moment që diçka shkon keq, sepse gjithë lojtarët kanë atë kohën e nevojshme për mu shpreh në fushën e lojës, ndoshta dikush mund të në lojë pak me vonesë, por s'do të thotë që një moment që nuk ka mirë lojtari ta zëvendësojmë direkt. I kënaqur që tashmë vllaznia ka grupin e plot. Po, normalisht jam shumë i kënaqur që e kena grupin e plot, normalisht mungan edhe Drosi. Gjithë lojtarët do të na duhen deri në fundin e kampionatit dhe me këto kena një luftë dhe me këto do ta përfundojmë sepse na duhen gjithë. Borshi, ky barazim sot në mban përsëri vllaznin në kerën e tabelës së klasifikimit. Lëni pas Partizanin, por një sfidë akoma edhe më e vështirë do të jetë premte në Loro Boriçi përballë Teutës, që po bën mjaft mirë dhe mori barazim në transfer të Dinamon dje. Çdo ndeshje është e vështirë, çdo kundërshtar ka mi nxjarr punë, çdo ekipi si vendit parë, si vendit fundit, si ndeshje në transfer, si ndeshje në shtëpi. Thashë në fillim na ahim me i fitu të në ndeshjet, pavarësisht se arrim apo nuk arrim atë objektiv, po objektivi jonë është 3 pikë çdo ndeshje. Sipas ndryshimit nga disiplina, edhe me Teutën mungon kolegu juaj Edi Martini në bankinë. Por mjetet për të pasi mendoj që do ta është një job. Besoni fituarin me Teutën për ta mbajtur kreun? Të thash, dhe sot na kënaqi vetëm majtja e vendit parë, por çdo ndeshje objektivi është 3 pikë.